Vindo kushta pas të të zgjeruara. Prezi është origjinal, pa ta pati një gjë fotografi. Kjo pjesa këtu ka pjesat malore. Do ma përdojnë për tu... Jo, është pjesë ajo që është në trokata, veshje me trokat për femra. Edhe të pyeti për një mund një të komunikatë. Dhe kjo pastaj është pjesa që ka me tervene, por ndryshon të pjesa. Që së tervene ka të stalevë, të gjitha zonat kanë pasur partë motorë dhe veçilota. Këtët janë përshtatur kushteve. Ose me gjamin e erët, ose për më shpejt me copë të tillë, siç është në Kërlesa. Gjatë ditës mos t'i shohin edhe mos të duket fare që është brenda. Se kjo ka dhe pak lezet. Luftë. Në përpara dhe i Ne kemi arritur edhe gjyshet tona që i mbanë. E kuri me prush edhe këta i kemi njërë. Nuk pata që njëre. Se ka zveshjeve dhe zveshjeve me që kanë punuar, që kanë pasur ato veglashe. Bajni? E qëtë. Mirë. Qa ishte për qatë së pjusë njeri pastaj? Kje ishte? Ideja ka lindur duke pasin suksesi që ne patëm me muzeun e minjerës, duke parë që ne çdo ditë po vizitoheshim nga turistë vendas dhe të huaj, na lindi ideja që ta kompletonim dhe me një muze etnografik, ku në muzeun etnografik përfshihen të gjitha veshjet tradicionale të zonës, duke filluar nga zona e Tervenit, nga zona e Arzës, Buzit, zona e Krasit, Qesaratit dhe qytetit të Memaliajt. Ne kemi bërë bazën e veshjeve tradicionale të zonës për momentin dhe jemi çdo ditë duke punuar për ta kompletuar këtë muze me të gjitha, duke filluar me qylymat, me rrugicat dhe me shumë sende të tjera që janë përdorur në të kaluar në zona dhe në trevat tona. Deri tani janë bërë me fondet e bashkisë, mund të themi që është një fond modest për sa i përket rëndësisë që ka ky muze, mund të themi që realisht është një shumë e pa konsiderueshme, diku tek 700.000 lekë të reja.